Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Artroza e gjurit është një smundje degenerative mjaft e shpesh që prek kryesisht të moshurit. Në të shumtën e rasteve shfaqet pa ndonjë shkak me një incidencë më të lartë tek femrat. Afërsisht rreth 240 milion persona në mbar botën kanë simptoma të cilat ndikojnë në limitimin e aktiviteteve ditore për shkak të artrozës. Artikulacioni më i atakuar është gjuri dhe quhet gonartrozë. Bëhet fjalë për një konsumim të sipërfaqes artikulare të kockave që përbëjnë artikulacionin e gjurit, duke përfshirë patellën, pjesën proksimale të tibis dhe pjesën distale të femurit. Shenja klinike kryesore e pacientëve që vuajnë nga artroza e gjurit është dhimbje e gjurit, sidomos gjatë ecjes dhe ngritjes apo zbritjes së shkallëve, apo edhe pas ngarkesës së tepërt pas aktiviteteve sportive. Karakteristika është shfaqja graduale e dhimbjes dhe përkeqësimi i saj me kalimin e kohës. Ankesë tjetër është edhe edema e gjurit si pasojë e shtimit të lëngut sinovial, kërcitja si dhe kufizimi i lëvizjes së gjurit. Gjatë punës me pacientët me gonartrozë, ka raste kur ata edhe mund të qalojnë dhe arsyeja është se ata duan të mbrohen nga dhimbja gjatë lëvizjes. Artroza nuk shërohet plotësisht, por duke ulur dhimbjen dhe duke rritur amplitudën e lëvizjeve, mund të ngadalsojmë procesin e saj dhe të përmirësojmë cilësinë e jetës. Trajtimi i artrozave është medikamentoz dhe rehabilitues. Medikamentet që përdoren janë analgjezikët dhe antiinflamator tiosteroid, të cilët jepen nga mjeku juaj, ndërsa trajtimi rehabilitues duhet të kryhet nga një fizioterapist. Programi rehabilitues ka si qëllim të parandalojë dhimbjet, humbjen e funksionit, deformimet e artikulacioneve dhe të përmirësojë ecjen dhe cilësinë e jetesës. Nëse dhimbja vazhdon, atëherë personi nënshtrohet intervenimit kirurgjik. Pra artroza e gjurit apo gonartroza do të jetë tema e këtij emisioni, për çka do të bisedojmë me doktor Ardian Karakushin, ortoped traumatolog. Doktor Karakushi, mirë se erdhën në emisionin Stetoskop. Mirë se u gjeta, nderuar. Pra dëgjuat temën është një smundje shumë e shpeshtë, e cila godet një numër bukur të madh të njerëzve. Fjala është për artrozën e gjurit. Për fillim, ndoshta do të ishte mirë që të njohim dëgjuesit me disa nga karakteristikat e kësaj smundje. Si manifestohet ajo? Artroza e gjurit apo gonartroza, si e themi ne në mjekësi, apo në gjuhën popullore plakja e gjurit, fillon gjatë aktivitetit tonë të përditshëm duke u dëmtu nyja e gjunit. Pasi është prej nyjeve të mëdha, e përbane prej 2 kockave, ajo prej 3 duke përfshirë dhe patellën, ajo fillon edhe konsumohet gradualisht kërca, që ne e quajmë populli thotë ndyra, se struktura e gjunit është mjaft e kompleksuar, është komplekse. I ka dhe meniskuset gjatë jetës kur ne nuk kemi të kujdesshëm ndaj shëndetit tonë, ajo fillon edhe ka degenerohet edhe ka dëmtohet. Qysh manifestohet fillimisht? Në fillimet e para, sidomos pas moshës 45 ose 50 vjeçare, nëse nuk kemi ne kujdes, nuk merrem me aktivitet, rrim shumë gjatë në këmbë, kemi ecje shumë gjata shkallëve, rrim shumë gjatë me qëndrim ulun, fillon gradualisht mu degeneru menisku apo me fillu me humb funksionin, se menisku shpërndan komplet peshën në komplet nyjen e gjunit. Gradualisht fillon atëherë me dhimbje komaskue, ose gjatë mbi ngarkesës, ose gjatë ecjeve gjata. Në këto raste, çka duhet me pas kujdes, një është me menaxhu peshën, po çka shumë rëndësishme është mirëmbajtja e muskujve dhe kockave. Gjithmonë ne rekomandojmë bicikletën, që të paktën nëse ki punë 8 orë ose 10 orë, të bjen me qëndru në këmbë për mi dëmtu muskujt, mi dëmtu nyjet, ne duhet patjetër mi mirëmbajt që ato nyjet, qysh duke i forcu masën muskulare. Është vetëm mënyrë që ne me mendu për me fillu me qetësu. Fillojmë do thot me dhimbje të lehta. Artroza fillon me dhimbje të lehta që secilën herë fillon ka përkeçohet.
me rastin e parë kur fillojnë dhimbjet, duhet me njerë konsulta mjekut që me ditë me mirëmbajt gjujt, sidomos plakja e gjunit me në ardhë sa ma vonë, do thot, mosha shtyme e jo në mosha të hershme, që fatkeqësisht këtë kohën e fundit kemi mjaft edhe në mosha të hershme që po na vinë edhe 45 ose 50 vjeçar me artroza gradës 3 ose 4 që fatkeqësisht vetëm operimi në kryen zgjidhja aty. Doktor, cilën kategori të qytetarëve i godet më shumë? Kemi ndonjë kategori, për shembull sportistët kanë aktivitete të shtuara, i godet ata më shumë apo? Zakonisht i godet kategoria më shumti që është e goditur është më shumë gjenia femërore se sa gjenia maskullore, për shkak qëndrimit gjatë në kam që e kanë, edhe për shkak të mos kujdesit ndaj masës muskulare. Sportistët janë njëna prej kategorive, sidomos pasi e përfundojnë sportin, se dhe lëndimet e shpeshta din me shkaktu, do thot artrozën, edhe sportistët janë kategori që din me u shfaq shumë shpesh artroza. A kërkojnë ndihmën e mjekut me kohë kur kanë probleme të tilla apo presin derisa gjendja të përkeqësohet? Fatkeqësisht ende nuk jemi në atë stad të kulturës mjekësore, jo vetëm popullata, apo edhe ne mjekët nuk e kemi ende atë edukimin e mirëfillt që me njëherë të shkohet, të kërkohet ndihma e mjekut, qoftë njëherë të mjeku i përgjithshëm apo të specialistit të ortopedi. Fatkeqësisht shumicën e herave na vinë në gradën e fundit, do thot në gradën e 4, kur neve veç jemi të detyruar me bë zgjidhje ortopedike. Sa është i vështirë të bëhet diagnostifikimi i artrozës së gjurit? Sot me gjitha këto mundësi që i kemi, qoftë rëntgeni digital që është, qoftë CT-ja, qoftë rezonanca, nuk është e vështirë për me ardhur te diagnoza, edhe me grad saktësisht caktohet. Do thot veç duhet me kërku mendimin e mjekut aty. Rëntgeni thjesht, fillimisht shkohet me ekzaminimin klinik, rëntgeni thjesht, mandej nëse ka nevojë, nëse kemi gradën 1-2, kërkohet një rezonancë magnetike, eventualisht një CT për me pa qysh e kemi kockën, qysh e kemi indet e buta, kërcen, meniskusët, që a kemi mundësinë që atë artrozë ose atë fillim të artrozës ta ngadalsojmë, ose ta ndalojmë ose ta ngadalsojmë që mos na zhvillohet shumë shpejt. Sigurisht se pas diagnozës vjen një fazë tjetër që është shumë e rëndësishme, është trajtimi. Si bëhet trajtimi i artrozës? Trajtimi i artrozave varet edhe nga grada e shfaqjes. Grada e parë dhe e dytë zakonisht kërkojnë trajtim medikamentoz, po shumica e trajtimit varet nga pacienti aktiviteti. Grada e parë dhe e dytë për post terapisë që ne ja përshkruajmë dhe gjithmonë tentojmë me eduku pacientat që terapia dikun vepron 30%, 70% është aktiviteti. Shtimi masës muskulare, humbja peshës, këpucët adekuate, sidomos këpucë me amortizim, marrja me aktivitete sportive, qoftë bicikletë, qoftë not, qoftë fitness, që më fillu me rrit masën muskulare. Kjo është faza parë. Faza dytë, kur këto fillojnë dhe na dështojnë, janë injeksionet intraartikulare që ne japim me acid hyalurinik edhe me kortikosteroid. Si quajnë diku blokada? Përpara ka qenë menduar me blokadë, por realisht është për post kortikosteroidit jepet edhe acidi hyalurinik, i cili tenton me zbut fërkimin në mes të kockave. Tenton me zbut qatë fërkim edhe i ndalon dhimbjet. Po në këtë rast ne trajtojmë vetëm simptomat, po nuk mundemi me përmirësu kockën, nuk mundemi me përmirësu kërcen e cila është dëmtu. Kur kemi tash edhe të llojet e artrozave, nëse kemi vetëm një pjesë, për shembull, nëse kemi vetëm pjesën mediale apo të brendshme të gjurit që është artrozë, pjesa jashtme është mirë, nganjëherë i bëjmë do operime që quhen osteotomi të pjesës së tibis, pjesës proksimale të tibis, ku kthehet. Tentojmë që peshën mos me lanë me në anën e brendshme, me në lanë në anën e jashtme, që të pak në për 10-15 vite mi dhanë jetë qati gjuni, ose eventualisht ose proteza parciale, që me mujtë me këthy në funksion, për pa bot dëm të madhë, për pa hek komplet pjesën e gjuni që me vendos protezë totale. Dhe tretmani fundit është tretmani operativ që nënkupton do thot vendosin e protezës. Kjo bëhet
të fazat e avancume, ku janë provu gjitha metoda tjera dhe kanë dështu, s'kan pas sukses dhe atëherë së bashku me pacientin diskutohet dhe i sqarohet gjithçka, atë atëherë vendoset për proteza të gjurit. Medikamente nuk ka mundësi që trajtohet në tërësi smundja. Është me thonë jo nuk është korrekte, pasi varet shumë edhe përgjigja organizmit që vjen. Na patjetër që japim medikamente, po ka shumë rëndësi sa mirët pacienti me vetveten. Mas shumti që na mungon është kjo. Shembull, i jep terapi, i thu pacientit hum pesh, bën këta, i ja tregon gjitha çka duhet me bë. Kur të vjen mas 3 muaj në kontroll me të njëjtën pesh ose ka shtu pak më shumë, thotë nuk po më me u pesh. Që është shumë sfiduese atë edhe për trajtim qoftë medikamentos, qoftë operativ. Se gjithmonë mbi pesha është një prej faktorëve që edhe protezës ja shkurton jetëgjatësinë. Kjo nuk është vetëm për artrozën e gjurit, mbi pesha është e dëmshme për të gjitha smundjet. Për gjitha smundjet patjetër, po pasi ka flasim për artrozën, u fokusova te artroza e gjurit. Doktor, kur jemi tek protezat. Sa është jetëgjatësia e tyre dhe çfarë është kualiteti jetësor i atyre personave që bëjnë proteza gjuri? Jetëgjatësia gjithmonë kur nalim dhe diskutojmë te jetëgjatësia, mendohet që proteza dëmtohet pas disa viteve. Jo, protezat janë ndërtuar që me jetu të jetën. Çfarë materiali është? Jo, është titanium, krom, kobalt, janë të përzine disa lloje që janë në përgjithësi materiale fisnike dhe krom kobalti vendoset mes që na mundson fërkimin, i eliminon, do thotë i zaventson meniskuset edhe këto. Jetëgjatësia protezës në trupin e njeriut varet shumë nga përgjigjja e organizmit ndaj protezës. Kemi pacienta që 20, 25, 30 vite e shtyjnë me një protezë, po kemi edhe të tjerë që 2 vite, 3 deri në 5 e shtyjnë. Varet shumë përgjigjja e organizmit. Te kualiteti i jetës është pyetje shumë e mirë që shumë rrallë e bojnë do të kur fillojmë dhe diskutojmë. Dikon për 100 pacientave, 80 deri në 85 janë super të kënaqur. Do thotë janë super të kënaqur me implantimin e protezës, ju kthejnë në tërësi aktiviteteve edhe më herët. 10 deri në 15 prej tyne din me pas dhimbje koma skohe, mas ndoj mbi ngarkese, kur të ndrën moti, këtu që nuk varet shumë nga organizmi, për atë arsye thash varet shumë edhe qysh organizmi jonë reagon ndaj protezës. Në raste shumë të rralla, nëse kemi infeksione, trombozat e gjakut, këto janë që e përkeqësojnë situatën me protezë, janë raste shumë të rralla për fat të mirë, janë shumë të rralla edhe këto të ne, edhe në krejt botën, jemi me statistika pra afërsisht sikur në krejt botën, kështu që kemi pas fat. Sot është bërë një mendim konzoliar që mendohet jetëgjatësia e protezës në trupin e njeriut është dikun rreth 10 deri në 15 vite. Po këtu janë marrë edhe ata që i kanë 90 vjet, edhe ata që i kanë 70 ose 50. Do të thotë nuk u marr si kriter mosha me qenë e caktuar, po marr edhe ai që është me diabet, edhe ai që nuk ka smundje tjera ose edhe ai që ka probleme me zemrën, do të thotë që në përgjithësi është marr si mesatare dikon 10 deri në 15 vite. Po sot veç në spitalin këtu te ne, edhe në Kosovë janë bërë dikon rreth 15 ose 20 vite që janë ka qiten protezat, sidomos në këtë 10 vjeçarin e fundit shumë në ka qiten, në përgjithësi revizione nuk kemi shumë, që është fat i mirë, revizione është kur ka nevojë mundru proteza, edhe kjo është një shaj e mirë, po në vitet në vazhdim presim me pas revizione, shumë ma shumë për shkak se edhe numri pacientave që kanë qit ma herët, fillon edhe rritet. Dhe kjo është e pritshme, kështu që edhe në këtë aspekt ka edukohemi secilën herë që për gjithçka me mujt mi ofru pacientit mundësi sa më të mira me vazhdu jetën pa dhimbje edhe me u kthy aktiviteteve jetësore. Me protezë kemi pacientat që punojnë edhe në ndërtim. Vazhdon do të thotë punën normale, sikur e ka bërë edhe më herët. Edhe ajo do të arrit, edhe e rrit shumë edhe shkallën e kënaqësisë, edhe për ne, po patjetër edhe për pacientin. Vendosja protezave, a duhet vazhdoj më pas edhe në të një trajtim specifik apo përfundon?
kur pas vendosjes së protezës, gjithmonë deri në 6 javë është minimumi që fillohet me terapi fizikale. Edukimi i pacientit, edukimi i trupit të njeriut mu përshtat me një trup të hujnë që është vendos në trupin e tij. Si dhe me fillu me lidh trunin me gjunin, që me fillu me bashkëpunu, se gjithmonë është frika, truni nuk na funksionon që është duhet pas vendosjes protezës, se gjithmonë e ndjen, e kijat ndjenin që është ajo frika, mos përzona, mos pëthej, mos përdel, këtu. Do thotë ton kohën, këto na gjithmonë insistojmë dhe punojmë shumë që me fillu me hek prej trunit këto problematika dhe gjithmonë kur vinë pacientat thëmë derisa nuk i beson mjekut, kërka, pyet hulumta. Në momentin që i beson mjekut edhe ke shku te mjeku, i beson që ti mjeku le mjekun le të mendon për ty. Mos mendon më për trupin tënd ti, po le mjekun le të mendon se është i shkolluar për çfarë punë dhe me trajtu ashtu si duhet. Pse? Se nëse fillon me mendu gjithmonë është frika, mos pe bëj këto keq, mos pe bëj këto keq. Gjithmonë i jepin këshilla këtu të ne kemi edhe protokollin e ushtrimeve që japim gjithmonë pacientave që ata me marrë, me hulumtu, me shiku edhe me ditë për çdo fazë çka do të bëhet matutje. Proteza din përshtatja protezës në trupin e njeriut të dikush zgjat 2 javë, të dikush deri 1 vit. Qysh nën kupton përshtatja, koma skuener me ndje një ndryshim, me ndje pak temperaturë, me ndje një dhimbje derisa thot doktor nuk pe ndjej komplet sikur ka mend tjetër, pse ka shumë të bëj edhe me punën psiqike të pacientit. Në këtë botën, të një hala, por realisht në këtë botën, dikun 6 deri në 8 javë ma herët bëhen protokolle para se me ardh pacienti në spital për mu operu. Para se më ardh, i jipet një protokoll, çka do të bëhen pacientit, me çka ka më ushqy, konsulta me psikologun, konsulta me pacientat të cilët e kanë kryer të njëjtin tretman me vite, përvojat e tyre, bëhen grupe, i diskutohen. Kemi fillu, sidomos me grupe edhe këtu të një fillimisht, po fatkeqësisht nuk ka qenë aq shumë gatishmëria as e pacientave që kanë kryer intervenimin, pas e këtyre që kanë me kryer intervenim nuk kanë qenë shumë të gatshëm me diskutu për të njëjtën problematik, se në këtë botën bëhen forume edhe online që diskutojnë edhe secili çet përvojat e veta për me ndihmu një pacienti me kuptu a është normale me pas dhimbje deri muajin e tretë? A është normale që ku maskohet kur del ec në mal ose diçka me pas dhimbje në gjuhë ose në kapakun e gjunit dhe aty shumë herë shumë njerëz sqarojnë se cili jep përvojat e veta dhe sheh që forume janë edhe për sëmundje tjera, për diabetin për shembull, kemi forume të ndryshme. Po tani hala nuk e di, hala nuk pe kemi atë vullnetin për me bë. Kemi insistu si spital me pas një protokoll sidomos për pacientat që janë të planifikuar pas një kohë për më operu, çka me bë derisa të vjen koha për më operu, pa ai plan me qenë shtetëror, mos me qenë as i një spitali as i tjetrit, po me qenë plan shtetëror që më dhon çdo pacient më qoftë përmes emailit, qoftë përmes telefonit, tash teknologji, secili mundësit janë shumë të, mi shku dhe me ditë kur ka mu konsultu, me fillu me pa çka ka me ushqy, që me pas sasit mjaftueshme të gjakut, mos më ardhe te anemia, çka duhet me pas kujdes te sëmundjet infektive, çka duhet me pas kujdes, qoftë edhe konsultat me psikologun që me qenë i përgatitur psiqikisht për një intervenim që ka me kry. Doktor, kemi hyrë minutat e fundit dhe zakonisht pjesën e fundit ja kushtojmë preventivës. A ka mundësi që të prevenohet paraqitja e artrozave të flurit? Po, patjetër, mu ndalu komplet, jo veç mu prevenu patjetër që po. Njëna prej këshillave që javjapim gjithmonë është aktiviteti. Merren me aktivitet, sidomos bicikleta, xhimi, noti, këpucëve kushtoni shumë rëndësi, si ushqej shëndetshëm, por kujdes në peshë. Këto janë këshillat që zakonisht javjapim pacientave
si dhe ishte kënaqësi. E përmend edhe ushqimin. Pa diskutim. Po, edhe ushqimin. Edhe ushqimi. Dhe ne në mesin e terapisë që japim edhe suplemente ose preparate ushqyese që si marrim zakonisht në ushqimet tona. Nuk e kemi një traditë ose në kuzhina jonë nuk është tradicionale që çdo 2 ditë, 2 herë ose 3. Po. 3 herë në javë ne të marrim produkte detit ose produkte me peshë. Kështu që ne duhet që ato mi kompenzu, për sot mundësit janë shumë të mëdha dhe rekomandohet mas moshës 45 vjeçare se cili individ me majtë dhe me përdor. Spat të lasha mi përdor për një mirëmbajtje më të mirë, do thotë të kockave, të muskujve si dhe të njëjeve. Doktor Ardian, nëse nuk keni asgjë për të shtuar, të falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Stetoskop. Kënaqësia ishte e imja dhe shpresoj që këto këshilla do ta ndihmojnë dikën, por mas shumti do të isha shumë i lumtur nëse do të fillon të ndryshon mjekësia në atë aspektin që protokollet që janë këtë botën të përdoren edhe këtu te ne, sidomos para intervenimeve të ndryshme që mos kemi komplikime pastaj. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin e sotëm. Faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni edhe me tutje në valë të programit tonë.